edhe nisi në mënyrë individuale nga ana e qytetarëve shkodran për të marrë pjesë në protestën e thirrur nga opozita në orën 17 në Tiranë. Ka probleme nga ana e organizimit, nga ana e nisjes, pasi më mësuar që gjithmonë policia vendos ato postbllokët, kontrollet, gjërat, apo deri në këto momente nuk raportohet diçka e tillë? Para pak minutash janë nisur edhe protestuesit nga qyteti i Shkodrës, paktën deri në këto momente nuk raporton probleme apo incidente në lidhje me edhe forcat e policisë gjatë rrugës së tyre. Mirë, Denis, falenderoj, do ndjekim edhe pak sekonda prononcimin e deputetit demokrat Kliti Oti për të rikthyer në studio. Atëherë, kjo është një protestë e shqiptarëve, një protestë e shkodranëve, që gjithë i bëjë thirrje me kanë Tiranë kundër kësaj qeverie të korruptuar, kundër shpopullimit të Shqipërisë, kundër kësaj qeverie që çdo ditë kemi nga një rast korrupsionit, kundër kësaj qeverie që po prishin institucionet për me mbrojtë korrupsionin. Ne duhet bëjmë aton bashk, edhe kjo nuk është vetëm e Partisë Demokratike, kjo është e tonë shqiptarëve, kjo është e gjithë shkodranëve. I bëj thirrje në orën 5 të gjithë shqiptarëve, të gjithë shkodranëve me kanë Tiranë. Ne kemi nevojë për një qeveri teknike, kemi nevojë për një qeveri që mbron zgjedhjet edhe për zgjedhje të lira edhe zgjedhje të parakohshme. Të gjithë shqiptarët të Tiranë. Rikthehemi në studio tashmë, siç e thamë në nisje të intervistës, do të jetë me mua në kryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi. Zoti Boçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Berisha e cilësoi pak minuta më parë derdhje të kupës. Kupa e Ramos u derdh, të gjithë marrin pjesë sot në Tiranë. Çfarë pritet të ndodh? Është protestë e ngjashme me atë të para disa ditëve. Skenarët ndryshojnë, zoti Boçi. Na zbuloni pak. Pastaj dalim te arsyet. Pari Arnold pritet masivitet, pjesëmarrje e madhe e qytetarëve, gatishmëri që ne kemi hasur në takimet që kemi zhvilluar, që perceptohet në çdo kontakt qytetar dhe që pritet të dëshmohet sot. Çështja e skenarëve është çështje e kurioziteti. Dhe një protest ka dinamikën e saj, ka brenda formën e duhur të zemërimit se si shprehet dhe se si transmetohet. Dhe vërtet këto janë zgjidhje dhe zgjedhje të momentit, por jo thjesht kaq momentit për një arsye të vetme që protestuesit gjithmonë kanë në dispozicion gatishmërinë e drejtuesve politik, të deputetëve të Partisë Demokratike për t'i mbështetur në mënyrën dhe formën si e shprehin ata zemërimin. Dhe sot pretendohet që vërtet protestat marri atë formën që zoti Berisha e përcaktoi si kryengritje e madhe paqësore. Dhe ky përcaktim i ka brenda të gjitha elementet e mundshëm të asaj që mund të ngjas në sheshin para kryeministrisë, pavarësisht mënyrës se si mund të sillet policia, cilën e kemi parë në protestën e kaluar, ishte disproporcionale dhe reagimi ka qenë agresiv ndaj qytetarëve dhe protestuesve, kanë marrë përgjigjen e merituar dhe nga deputetët dhe nga qytetarët dhe do ta marrin dhe sot krahas thirrjes që i është bërë dje nga zoti Berisha. I ka kërkuar uniformave që vërtet bashkohen me vëllezërit, motrat, fëmijët, familjet e tyre në shërbim të një qëllimi, që jeta atyre të jetë më e mirë, jo vetëm e familjeve të tyre, por dhe e shqiptarëve. Gjithsesi gjithçka pritet të zbulohet në orën 5 dhe në orët në vazhdim pas 5-s dhe unë them që aksioni do jetë i fortë, protestë e fortë me mesazhe politike që e çojnë mesazhin tek qendresa, tek vazhdimi i protestës dhe tek synimi që ky proces protestash të arrijë qëllimin e tij. Vërtet kupa jo është mbushur, është derdhur dhe kjo në raport jo vetëm me faktet dhe provat që dalin për korrupsionin çdo ditë, por dhe me mënyrën dhe formën që ka zgjedhur Rama për t'i bërë presion drejtësisë, presion fakteve dhe të vërtetave, me synim që jo të mbrojë thjesht antarët e kabinetit të tij, nuk është qëllimi parësor ky është dytësor,
ai kërkon sot të ruaj pozitën e vet, të ruaj veten e tij dhe të mbroj veten e tij nga prangat dhe nga qelia e burgut. Të gjitha indiciet tregojnë qartazi që Rama është drejt kësaj rruge dhe kozjatja e kësaj rruge përcaktohet jo nga dëshira, jo nga reflektimi i Ramës, por përcaktohet nga protesta qytetare dhe nga aksioni politik i Partisë Demokratike. Është një protestë sot me zoti Boçi që e gjen opozitën më në unison, kam parasysh këtu forumin për dialog, ka patur bisedime, duke sigur janë zbutur tonet edhe me zotin Lapa, i cili ndodhet prej ditësh në bulevard. Është një protestë e cila ju bashkon pak më tepër me të gjithë fraksionet opozitare? Ka një, domethënë, frym bashkimi. Përveç se ai ka ditë tjetër protestë. Ka një frym, ka një frym bashkimi e cila duket sikur konkludimin do arrijë sot. Shumë falënderime për iniciuesit e tryezës dhe të forumit për unifikimin e qëndrimit opozitar, se nuk është vetëm iniciativë për të bashkuar partitë politike, është për të unifikuar qëndrimin opozitar që përfshin një spektër më të gjerë, jo vetëm politik, por edhe apolitik, jo vetëm të njerëzve të angazhuar, por dhe të intelektualëve dhe qytetarëve të tjerë që ndoshta më parë kanë qenë distant nga protestat apo distant nga politika. Dhe kjo frym bashkimi sot do dëshmohet në shesh. Kjo frym bashkimi sot mund të marrë formën e saj solide dhe që do jetë një bazë nisje bashkimi më e plot në ditët në vazhdim. Sigurisht, jemi ndeshur edhe me refuzime që kanë brenda justifikime të paargumentuara, justifikime që nuk janë as politike, në fakt ka përcejnë atë pjesën e politikës, janë justifikime emocionale, por që unë them që koha do bëjt vetën dhe ndoshta, në qoftë se nuk kanë synime dhe qëllime tjera, ato duhet shuhen, në fakt, dhe opozita duhet jetë e bashkuar në arritjen e asaj që sot jo thjesht e kërkon Partia Demokratike, jo thjesht e kërkojnë partitë politike, po sot e kërkon qytetari dhe partitë politike janë shprehje e zërit dhe vullnetit qytetarëve dhe e lexojnë mirë dëshirën e qytetarëve dhe komportimin dhe sjelljen e tyre. Dhe një parti që nuk kupton këtë, pastaj ajo është jashkohe, nuk është në koherencën e saj. Tira jonë do jetë e vazhdueshme si Parti Demokratike, por dhe faktorëve tjerë vazhdon të jetë e tillë që opozita qytetare, opozita politike duhet të jetë një front me qëllim që të arrihet largimi i kësaj partie shtet, siç e përcaktojnë raportet ndërkombëtare, raporti OSBE-s, të largohet kjo qeveri e korruptuar deri në palë, siç është vërtetuar nga institucionet e drejtësisë dhe siç dëshmohet edhe nga raportet e partnerëve tanë ndërkombëtar, më i fundit i dalë sot, sepse kjo qeverisje ka shkaktuar një krizë jo thjesht politike. Ne jemi në krizë ekonomike, sociale, arsimore dhe shëndetësore. Dhe kjo krizë zgjidhet vetëm me një formulë. Formula është largimi i Ramës nga qeveria, krijimi i një qeverie çfarëdo lloji ta ketë emrin, se janë përmendur shumë emra, por që realizon dy reforma themelore, territoriale që janë në interesi drejt për drejt i qytetarit në zonën më të largta të Shqipërisë dhe reformën zgjedhore që lidhet drejt për drejt me cilësinë e votës, që kjo votë jetë e lirë, e ndershme, pa ndikuar nga paraja, nga krimi organizuar, nga patronazhimi kriminal apo nga format e tjera të industrisë votës që ka instaluar Rama në Shqipëri.